ndryshe në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur në ndryshe. Kudo që jeni, kudo na dëgjoni, kudo na shihni në digital, mirë se vini në programin që jam e sigurt e doni fort edhe e ndiqni nga fillimi në fund se ka intervista të bukura javë pas jave. Për gjithë juve që nuk po na shikoni, po na dëgjoni, Elona Duro sot është bërë një mrekulli. Një ndryshe e vërtet. Kostumi i saj i ri. Firmato i ri. Firmato original. Original i ri. Nuk ka të paguar. Dhe unë që dukem si një koshplera para saj. Si më duket në fakt sikur do raportoj lajmet për BBC nga lindja e mesme, nuk e di. Po thash ta vesh sot se është shumë i trashë dhe nuk vishet më. Po, se ka patjetër ngritën temperatura. Jo, tregoj tamam ç'te. The, do vesh rroba to ditë se kush e di vjen ai bomb. Edhe ngel pa vesh rroba. Qoftë sot se nuk është për të qeshur. Na ruaj Zot në këtë një situatë që po e kaplon botën që nuk më pëlqen fare. Mirë, nuk na pëlqen, por ne do mundohemi që të qetësohemi sepse nuk do ndodhin në Shqipëri asnjë gjë. Po ja pra po thon tani, jo po ka kërcënuar Irani, Shqipërinë se kemi. Kemi disa vjet ka që ekziston kjo teori, domethënë, kështu që mos e kom. Nuk ndodh gjë, nuk na ndodh gjë. Po po ndodhi është lart ande nga. Edhe po ndodhi. Maksimumi do rrim pa akullore dhe pa pavat. Do bie tërmeta i madh shumë. Le të bëj ta uniki në Ketezian në fshat. Sa i lezetshëm. Ku e ka tezën ai tikim dhe neve. Miq të dashur, ky është ndryshe dhe përshëndetja e parë shkon për të gjithë taksistët që na sjellin në punë dhe që gjithmonë na dëgjojnë kudo ku janë nëpër rrugët e kryeqytetit dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm, po edhe klientët e tyre, pasagerët, edhe gjithë makinat që kanë shoferë femra, unë i përshëndes në mënyrë të veçantë. Po sa herë hypin taksi, po sa herë takoj edhe njerëz të tjerë që o Elona, po sa të bukur e keni atë rubrikën me seks. Nuk e di pse na identifikojmë atë në çastin në këtë program. Të me seks? Jo, më le tani ti mua kismet qershor, kur të nxehet moti dhe temperaturat. Moti, të zhvishet Elona. Në këtë program ka Barsaleta, në këtë program ka të ftuar serioz, në këtë program ka biseda të rëndësishme, në këtë program ka gallat dhe shaka. Jemi programi i të gjitha ngjyrave. Në këtë program sot do të jenë kolegët e mi. Sa e lumtur jam. Të Portokallisë, të mos ata që janë më pikantët për sa i përket Big Brother Portokalli, që kanë imituar disa personazhe, mund të themi në një gati perfeksion, gati. O Salsa, them një gjë, për herë të parë vjen djali im si spektator në Portokalli dhe ishte ulur tek llohzhat mbrapa Monikës dhe Arbrit. Kam qeshur mami me lot se gjithë të vite e kam ndaluar me idenë që fëmijë dhe prapë fëmijë dhe nuk është se lejohet, po okay, u bën një grup edhe. Janë të përjashtime për ca fëmijë që na duan shumë. Dhe djali mua më ka shkruar gjithë Shqipëria se teksa ishte personazhi i Ledionit, i Kristit, opinionistët, mbrapa dilte gjithmonë çuni. Ua Elona, pam Tomasin ke Portokallia, pam. Thash imagjino çfarë populariteti dhe viraliteti keni këto kohë, sa nuk ka ngel njëri pam shkruar se e ka pa Portokallin dhe ka pa dhe çuni dhe aty thash, i ka palos Portokallia. Sot do të jenë një mision ndryshe sigurisht me pyetje interesante, po dhe me imitime interesante që do bëjmë sot në studio. Shikoj kë kemi në të ftuar sot. Gjithmonë personazhet e Big Portokalli. Është Miri. Është Greta Kunata, është Selin Kunata Gretës dhe Rogerti. Janë 5 super personazhe, talente që nuk e di. Ore ku ishin fshehur ata? Atë asun se di. Madje në një dy s'ka dyshim fare, domethënë. Jo, mund të kenë punuar edhe në vende tjera, po vjen në top pasaj dhe shpërthejnë ti dhe marrin vesh gjithë kush je, çfarë. Në përgjithësi në top shpërthejnë njerëzit. Absolutisht. Aty shpërthejmë të gjithë. Jo, kam një pyetje për ty. Do të bësh një reklam tani apo? Po dua të bëj një reklam tani dhe pastaj shkojmë në muzikë. I mirpresim, ja, për shembull ne Skerdi mund të vendosim këngën e re të West Side Family, Miri, me që sot kemi personazhet e Big Brother dhe luajmë këngë nga Big Brother, se ky edicion ka patur shumë këngëtar dhe publikuar shumë këngë. Ja e nisim me West Side që është shumë e bukur kënga për ne. Para se të shkojmë te kënga dhe te publiciteti, ju ftoj të gjithëve në Max Optica. Kudo ku ju jetoni ka një Max Optica. Në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, mund shkoni dhe të zgjidhni koleksionet e reja të syzeve, të cilat janë deri në -70% ulje, por gjithashtu edhe skeletet optike. Vizita okulistike në Max Optica është gjithmonë free, pra falas, ose mund të bëni porosi online në maxoptica.com. Kujtoj që është ofertë limituar dhe ju duhet të nxitoni për të patur syzet se dielli tani fillon bëhet saç, ne duhet vendosim syzet. Kam një pyetje për ty. Maxi si është? Arrova. Shkojmë tek për ne nga West Side Family. Është topo? Unë nuk jetoj me Maxin, unë jetoj me syzet e Maxit. Okej, në rregull. West Side Family për ne, dëgjojeni tani në ndryshe me Elonën me Salsanën, kemi maraton deri në orën 8. Do vinë ata. Yes.
ndryshe në Top Albania Radio. Kolegët e mi janë sot në studio me ne. Fillojmë me më të ren. Selin Dion. Jo Selin, jo. Kjo e ka, si keti me Suela Prendi. Suela Prendi. Shiko, Salsano, a mund ta marr unë prezantimin në dorë të ftuarve? Më fal. E jo, e di pse se nuk I njoh. Bravo. Dhe dua të di që nga aja, emër, mbiemër dhe profesioni. Po. Atëherë unë jam Suela Prendi, jam 21 vjeç dhe studioj për regji teatri. Ti nuk studion për balet? Jo, nuk studioj për balet. Dhe ti je komplet motra binjake e Selin. As për modele dhe nuk jam binjak. Si do ta prezantoje veten tënde si Selin? Përshëndetje, unë jam Suela Prendi the Queen. Dhe studioj për regji teatri. The Queen. The Queen. Ti Suel je nga? Nga Puka. Pukjane? Nga Puka. Ua, Prendi, çka ke Julitën shoqen time? Julita Prendi. Nuk di, nuk e di? Nuk njoh. Do flasim pastaj. Po kush u në Visjani, çka e ke? Asgjë se kam as Visjani. Dhe pastaj vazhdoj me kunatën e Suelës, me kunatën e Selin, që është Greta, që në fakt, për koincidencë, edhe emrin e vërtetë e ka Greta. Mirë se Gret. Faleminderit, pati këtë herë ka qenë me mua. Unë moshën s'po e them. Mos e thuj moshën. Se nga që je vogël mos je minorene dhe ka të Është femra kjo. Po, patjetër. E moshës, po kam mbaruar Akademinë e Arteve. Akademinë e Arteve. Tani ke mbaruar, tani? Jo, ka 2-3 vite. Pra ti je 27 vjeç. Jo. Është më shumë, më pak më thënë. Okej. O Greta, po ç'kemi si je ti? Mirë, shumë mirë ja këtu, frym pozitive, kështu. Pëlqen radio. A ju ka rënë shumë telefoni këto ditë se ju pa në Portokalli dhe kam përshtypjen që gjithë gazetarët e emisionit janë turrur për t'ju patur. Me thënë drejtën, kam pas shumë komente pozitive dhe shumë dashamirësi nga gjithë njerëzit, kështu që Normal mi se ke një super kunat këtu. unë jam I cik më mirë se ty. Ndërsa treta prezantoi vetë. Anxhin e njohim, Anxhin vjen nga Shtetet e Bashkuara të Britanisë. Shtetet e Bashkuara të Britanisë. Nga Britania e Madhe dhe ka lënë Britaninë vetëm për Portokallin. Anxhi, e cila në këtë sezon të Portokallisë është nën petkun e Brikenës. Shpirt, po si Briki erdhi këtë? Them drejtën, vjen gradualisht vetë, do tani nga që ne kemi edhe shumë vite që bëjmë të punë edhe ndonjëherë personazhet sikur sa I shohim, themi, okay, këtë bëj unë edhe thjesht, domethënë e kap me detajet edhe fillon puna. Mirë, ti thua këtë e bëj unë, po kush e vendos pastaj? Shkoni në audicion, absolutisht regjizori e vendos, po ne thjesht bëjmë atë punën tonë që punojmë. Në fakt, kur të pash që kishe nxjerrë një në story në Instagramin tënd, që isha akoma në Londër, ku kishte filluar bigu. Thash, "Ua, fiks!" Edhe buzën, atë hapjen e buzës kështu. Thash, "Anxhi është kjo?" Anxhi e bën apo do flasim pastaj? E bën do këtë kështu? Sigurisht e bëj. Unë madje tani kam filluar dhe vet flas me të. Është si defekt. Po, si shokuim që mash goja kur ti se në. Dhe nga gjithë paneli të ftuarve ne kemi paguar sot Mondlakon vetëm për ogerët. Po si ka mundësi më flakti ngjash ai shumë më burr. Afroi. Alfredo Shabani. Mirë thash emrin? E the shumë mirë, po. Okay. Shabani është në Instagram. Alfredo, mirë, unë do ta bëj unë pyetjen e parë. Domethënë çfarë ndjen ti tani që po bën një personazh kaq vite, ti ke punuar gjëra tjera në televizion, në festivale, në gjëra tjera. Si është kjo ndjesia për të bërë një rol? Thënë drejtën, kur kam qenë në fazën, kur kam qenë në vitet e fakultetit, e kam pas shumë qejf të isha pak I famshëm, kështu tentoja her pas here, se ç'bëja ca shfaqje, se ç'bëja ca tentoja për vëmendje, pra kur e kalova këtë fazën që dola në ca intervista, bëra ca shfaqje, një ca mini filma të shkurtër, e mora të vëmendje, kuptova që kjo gjëja nuk më pëlqen ai shumë se sa të punoj në backstage. Dhe thjesht rash në paqe me veten time, thash, kjo është gjëja që dua të bëj, ndihem shumë I lumtur me këtë. Tentoj për projekte të reja për të arritur në karrierë si regjisor. Kush bëri wow nga topi kur të pa ty të dielë? Të gjithë. Të gjithë wow, të gjithë. Jo, prit tani se unë nuk di asgjë, ti bën sikur nga që I di aty I ke aty, po unë nuk di. Po, vazhdo. Tani ti thua, prit tash një sekond. Backstage. Pra ke punuar në regji, në pult. Unë jam regjisor. Je regjisor. Si I re derës Portokalliste, më jepni mua një shans, më jepni mua një audicion. Ja, po e tregoj. Tregoj çik.
Unë vija nga një tur natë shumë i lodhshëm në punë. Po. Dhe isha në orën 10 mëngjesit në krevatin tim dhe më bie telefoni Ilir Muhameta. Opa. Okay. Regjizori për të vajtë. Mbase do më pyesi Iliri dhe më thotë që a do jesh këtë sezon tek ne, se unë punoj edhe lart tek regjia e Portokallisë, me Redi Trenin. Dhe thash, mbase do më pyesi për ta konfirmuar a do jem. Po. S'ka gjë. Më shiko mua kur flasësh. Më shiko Jo edhe mua shipe gjithë ky gust këtu. Do më pyesi pale a do jem në Portokalli, dhe isha gati për të thënë po, do jem, po. Dhe më tha Alfredo si je? Mirë. Tha të bëj një pyetje, tha, ke dalë ndonjëherë në sken? Shumë e çuditshme më duk, thash. Të kujtua ty ajo ëndra dëshira e viteve Po, parë. vitet që kanë kaluar. Edhe hodhe organin kështu. U vesha më thënë Ku pe drejtën. vetën Po vesha se. Erdha. Mirë s'ka që me mirë. Se Alfredo frenudo me sa Po ti? fantazia. Alfredo? Pasi u vesha e thash, Pasi u nuk e vesha. di për çfarë. Tha, a ke menduar ndonjëherë të imitosh? Ngela një herë, thash, po ka. Rogerti, no Bobo, i thash. Po, pas ata po ti. Jo, i thash, se di, duhet ta mendoj njëra, duhet ta bëj apo jo, dhe Okej. tjetra, se di a e bëj dot. Okej. Unë mund t'i ngjaj si fizik, po zërin, thash, nuk më përfitet fare. Po mendoj një herë, tha, edhe studioja, shikoja. Po thash, okay, çova disa video pa isha shumë skandal. Si i bëre kështu vetë me Po, selfie? vende vetë. Vet, po. Si ishte njëra nga videot për shembull? Ka qenë selfie e vendosur në Po kompjuter. edhe çfarë thoje pra? Ja, un jam pasqyra jote. O fratello! Tani e ka përpunuar ai. Ata ka qenë më keq. Jo, e di ata them kështu. O fratello, çfarë? Po Alfredo, po pi. Ashtu ka qenë. Tu i thon vetë. Kanë qenë Talent. 50 dubla. Video që s'më pëlqenin. Po. Unë akoma vazhdon mos më pëlqej vetja se si e bëj, por E ke Ja, gabim. bën shumë mirë, bën shumë mirë. Ke gabim. dëgjoj njerëzit që komentojnë mirë, sigur marrin çik zemër, po. Kush ka shkruar këtu? Atë me që jemi me ty, si ka qenë ajo premiera, domethënë shfaqja e parë, kur para se dilën sken çfarë? Kishe frikë, kishe emocion, kishe dëshirë, Thënë të kishe. drejtën, ja mund ta them dhe gocat, prova kam qenë shumë i bllokuar. I bllokuan prova? Stresuar. Shumë i stresuar, i bllokuar. Kishte emocione. Po në premierë ishte mirë, domethënë që je artist i vërtet. E studiova i cik tash. Po më dhanë dhe pak zemër gocat, edhe çunat e Lutëm casting. theksoje kush. Greta i bën këto punë. Kunata. Po, më thënë drejtë ne ishim ul këtej, kisha Visianin që më ka dhënë shumë zemër, se kisha afër në rol. Po, edhe disa. Kisha dhe Selinin dhe Gretën afër që më dhanë po ashtu zemër se ishim afër. Dhe sikur merja një energji të mirë. Ti pasi që me 3-4 zemra në dorë. Po ku pyet Rogerti o vlla për zemra, për Selina, për ku pyet Fratello. Roberti do direkt motra jote sot ashtu ka. Do flasim gjëra gjatë me Portokallin, me S'na Big gjeti. Portokallin, me Big Brotherin, edhe Po kishe një pyetje për Anxhin. I mbaj pas publicitetit. Ndryshe, në Top Albania Radio. Për të gjithë ju që çoni, merrni dërgesa, zgjidhni postman sepse janë të shpejt, janë të sigurt. Për të dërguar porosi nga Shqipëria në Kosovë është e vetmja postë që t'i dërgon për 48 orë. E vetmja është postman, ndërsa në Maqedoninë e Veriut po ashtu dhe brenda Shqipërisë për 24 orë. Jo më larg se dje porosita diçka që ishte në autostradë dhe më erdhi për gjysmore sepse postman janë të besueshëm, të shpejtë edhe të sigurt. Edhe ju goca nëse doni të bëni kështu porosi online, po erdhi postman, ka marr. Imagjino them tash, por se unë po s'm ka ardhur akoma ka ja. Nuk e kemi postman pra, nuk e kemi postman e sigurt. I kthehemi Big Portokallis dhe jemi shumë të nderuar që kolegët e rinj na janë bashkuar edhe ndjehem shumë kështu amazed, si thuhet, e lumtur, e manitur, e entuziaste që ju kam në studio dhe realisht po e Po se shijoj shumë mësoj këtë me mua ti moment. dhe ku më ftoj mu tjerët ashtu në duken, kur jam mësim me tjerët. Dëgjoj, me që Alfredo do na rregoj çik më shpejt sepse është Prime sot, ë? Dëgjoj, tani që shef ti Rogertin se si është dhe imiton. Shef këtë vetja diçka që
thua që se jam unë kaq, ti je natyrë butë, i qetë, i heshtur, jo shumë i heshtur, po natyrë kështu që nuk shqetëson fare. Nga ata që kur kalon ti zëre se, domethënë, edhe kur flet, po qesesh që ka dhe njerëz tjerë atje vetëm prek me fjalë që si e edhe ikën. A do dohet kishte çike Rogert brenda ti? Po shi dhe qesh si Rogerti. Jam si Rogert brenda. Jam. Gjithë nga ne jemi si Rogert brenda, po ideja është Rogerti me fjalë ngacmus, je ngacmus. Rogerti është dhe jashtë. Je ngacmus si natyrë? Po jam ironik. Ironik. Jam ironik. Po pse ai është ironik, ai më duket që është i drejtë për drejtë, ironinë. Shiko, ironik është, nuk është se është i zgjuar, inteligjent është, pavarësisht se shpeshherë nuk e përdor, domethënë është nëse të mirë është simpatik. Unë mendoj që Rogerti në shtëpinë e Big Brother, nëse do të mungonte, do të ishte një shtëpi më e fjetur, më pa dinamika, më pa. Do doja të mungonte. Ti po, se ju të dyja ju ka bërë për i lekë. Ju jeni kështu, a? Ju se shihni dot me sy. Ju të dyja se shihni dot me sy, po pse keni këtë marrëdhënie me goca me Rogertin? E po, kështu është. Rogerti kërkon vëmendje edhe normalisht vëmendjen do e gjej gjithmonë te Selin the Queen. Unë nuk i kursehem, kështu që do vazhdoj kështu, do jap vëmendje. Rogert, unë si Biken mendoj që Rogerti është njeri shumë i mirë, po këtë gocë nuk e kam parë Rogerti si njeri, e kam pa vetë si lojtar. Po Oj Brikena, po ti çfarë ka thënë moj? Wow, ja shushka. Bravo. Oj, majnus. E thoka gjithë që si. Ej, shush, njerëzit që flasin kështu dhe mbrën një manjak, një pervers, një Greta Boll tani se na. Ja, do ta marrë dhe kjo vëmë, ta marrë, se tani e kam kunjak. Greta, i ngjan ti Gretës apo Greta ty? Ma futa. Se ti besoj që të dyja kemi ato. Të parët tona veçuse, nuk mend. Unë të gjithë karakteret që imitoj i ngjaj. Unë sa herë që imitoj një personazh më thonë i ngjan asaj. Kështu që ndoshta i ngjaj un personazheve të mia. Keni përshtatje. Unë dua të pyes si kameleon. Dua të pyes Alfredon se në përgjithësi kur t'japin rolet e protagonistëve, sigurisht çdo aktor ka përshtypjen, të jetë protagonisti në një shfaqje, në një po kur t'japin antagonisti, çfarë gjësie është? Unë nuk e flasin njerëz tani. Mua më bëjnë vetëm like në Instagram, pra. Duke qenë se videot janë klikuar, më bëjnë vetëm like, komente nuk bëjnë. Se nuk e kanë qef si personazh mbasa. Po, ke frikë ti mos ikin ndjekësit followers? Po jo, më janë shtuar më thënë drejtën, po nuk është. Impresioni më i mirë që ke ndier ti nga këto që ka thënë. Kush ka kështu, ke pasur një mesazh që të duk shumë interesant që tha. Po mesazhi i faqes Rogertit, pra reagoj, më ktheu follow faqja e Rogertit. E ka pranuar domethënë si faqja e Rogertit, pra më shkruaj. Po kush është vllai apo jo? E di unë kush është. Është një shoqe që ja menaxhon, po në mbikëqyrjen e bashortes edhe të vllajt. Shumë mirë. Ja se ke reporterën e Big Brotherit. Po shkruajtën suksese Bisha. Bëjmë të mirën, imitoj e mirë. Ka qenë një rast, ju jeni të vegjël, nuk kishit ditur rrezik atëherë, ka qenë një serial, nuk e di e mban mend ti Elona. Varet. Para 90-s, para 90-s, në 80 është, në 80-ën, Sklavja i Zaura. Emrin pa. Ka qenë një serial brazilian ku një skllave bien dashuri me pronarin e vet, domethënë, dhe ai e degeneronte atë, pavarësisht se e donte. Dhe aq shumë aktor i mirë ishte ai sa kur dilte rrugës u desh të dilte 6 muaj bashkë me këtë partneren në rol që bënte skllaven, sepse gjithë njerëzit kur dilte vetëm me qellonin e shanin, çfarë si bëni dhe u detyroi të dilte me atë që thoshte, "Ore është film." Nuk është edhe ti tani mos ke në version që. Po pra. Edhe Karushe. O legend. Se the ashtu asaj. Alfredo, e ke menduar momentin që do takohesh me Rogertin e vërtet? Po, e si klasme shumë do jetë. Ka me vërtet. Se çdo vit me sa di aktorët përgatitet futen në Big për të takuar loja e mos reagimit. Nuk e di, nëse unë do sa e bukur do ishte. Mendoj që nuk do reagoj mirë. Edhe pse në Prime pashë kur ai kur emitoi, ai qeshi, ku shkri kur emitoi Stenaldo. Po, por se di, mbase mund të Stenaldo pse zgjedhë ky Stenaldo?
Se na dojon. Mirë, si Është duke bërë shaka hoxh, diku. Ja, pas xhamit është I modhi, është miri. Ja, nuk thëraj. Miro, pak më vonë, të iki se ti nuk rri dot me këtë. Se tani janë bërë shokë po. Tani janë bërë shokë. O Alis, ma kap çik, Visiani aty ke xhami. Shiko, e imiton Alisin dua tani. Duan që Alisin fokusohet se do bëjmë një pasarel edhe një kërcim të Mirit. Do doja shumë Rogert, Alfred, fal. Që ta shija kështu Rogertin, me që na erdhe tani këtu të shfrytëzojmë gjitha të portretit. Për pasarelën, po patjetër. Ha, mund ta bëjmë një gjë? Po bëjmë. Hajde bëjmë një gjë. Po ne sa të bëjmë ne, çofim. Ju na shikni. Edhe në radio, imagjino tash në radio, po ne sa të bëjmë qetësik këtu ça. Iku sinjali të Albanias. Çka këngë mund të këndojmë ne që të bëj pasarelën Rogerti? Atë do ta luaj të paralelës. Bravo, hajde. Shumë bukur. Si ka ajo? Do ta luaj. Hajde moca. Hajde. 3, 2, 1 shkoj. Do ta luaj. Hamë ti 3, 2. Nëse për ty vuj, le ta vuj. Le ta vuj. Nëse do ty luaj, le ta vuj. Ai ti me no për mu. Do ta të kanë faj se I bon me dru. I fantastik. E pra. Po shpresoj ka kapalisi. Si u bë radio tash ka filluar me lëvizje radio. Edhe ata që janë makinë tash. O çfarë bëri? Ne kërcy. Jemi radio që shihemi, ai që është makinë, ka çeka aplikacioni digital bit dhe na sheh ose presi YouTube-in mas gjysore. O Alfredo. Çfarë s'të pëlqeu nga veta kur imitove? Zëri. Mendoj që akoma s'arrita imitoj siç duhet, po zëri. Ai është Të qeshurin e ke shumë si. Ai është defekti në kam. Domethënë pas kësaj do kesh ato ëndrat tua për të lut në sken? Tani si di edhe asnjëherë se mund na vinë një telefonat tjetër në mëngjes. Nuk e di, po që un kam dëshirë të fokusohem te gjëra që kam shumë qejf, te regjia, te televizioni, te Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e nisin që të vegjël këtë punën e artit, e dini, bën, domethënë adoleshenci kanë kryer shumë kurse janë O mi Greta. Nuk shkova larg në Amerikë, më fal Greta. Është shtima parë në radio. Zëni shnet për. Ami zemra sa. Shëndet Greta, shëndet. Jo, thonë Lady Gaga tha në një intervistë në Amerikë është gjë e rrallë që 27 vjeç të bëhesh superstar, se në përgjithësi fillojnë që në moshë të vogël. Tani ajo që dua të pyes unë është që pas të 20-tave jeni të gjithë edhe çfarë do të thotë që brenda një dite ja kështu një moment, një telefonat të regjisorit ndryshon komplet rrjedhën e jetës tënde. E vërtetë është, se di. Unë akoma jam në këtë fazën që po e shijoj një çik të vëmendje në Instagramit se nuk e kam ndjer akoma duke qenë se jam shumë kohë në punë, nuk është se e ndjej shumë. I ke filluar postimet me lekë, ja? Ja. Imagjino tash se kur mbaroi Bigu, gjithë ata do bëjnë film. Do bëj film, po. Se ngel njëri që del nga një show që nuk bën film. Po. Kështu që për neve sa marrin, vetëm ne sa marrin film. Vetëm aktorët e vërtet nuk Profesionist jo, asnjëherë. Rogert, nga gjithë Big Portokallia, nga gjithë trupa atje, mos më thuj gjithë tani, do doja që të ndaje me mua kush të pëlqen më shumë dhe të jesh drejt për drejt siç është Rogerti dhe kush të ka pëlqyer më pak. Nga personazhet. Bigut që bën Portokalli. Po tani Greta, mendoj që Greta është superstar, ë? Po Selin apo jo? Po realisht mendoj që Greta dhe Selin janë dy imitimet që kanë ardhur më mirë në Portokalli. Faleminderit. Po ato që të kanë pëlqyer më pak? Apo lëre se je I ri se po të fusësh. Ska gjë më ç'të duhet. Ja fol për mua. Mos e ka. Ti si je fare. A do bëj çiksi Rogert tash 2-3 pyetje të vogla? Ashtu. Hajde. Mundohem. Rogert, përshëndetje Rogert. Përshëndetje. Ore, si gazetarti po s'kam pa kur në shkrim tëndin. Se ti ça? Asë që gazete ke punu, asë të televizioni. Gazetar. Po tani sunet liqe. Ndihmojon. Ndihmoj. Asma sunet liqe kam raportuar për. Ne për dasma, ne për sunet liqe. Po të flisin të një të ngjuh me ty. Të flisin të tjerët, ato siç bën ti në jetën tënde si banor. Si do reagoje ti? Thoshin ato që I thuat I tjerëve. O fratello, po kanë reaguar më bon, më kanë shanga dhe në halës dhe në darës, më kanë shanga.
Nga djali, nga s'mëkanësor, është Alsana. Brigena, preke çike koka. Vesi. Ajo skena derës, unë kam qesh me lotë. Si po pres ta bëj. Skena derës, si po pres ta bëj. Është kokën me. Është ajo tjetra. Enda! Roger, kush e fiton bikun për ty? Mendohu mirë. Apo Mendohu mirë se tërë ta kokës. A bash për ti, a bash? Mirë, do thesh përgjigje një herë si Alfredo, kush e fiton bikun, pastaj si Roger, kush e fiton bikun. Mendoj që edhe si Rogert, edhe si Alfredo, Selin. Selin. Po. Mendoj që loja e Rogertit, Kunata unzi. loja Unzi, ku fikira vapi. Mendoj që loja e Që përshmëriti Rogertit Greta. rrotullohet vetëm ndaj Selinit, sulmi që i bën Selinit, doli Kristi dhe tani është fokusuar vetëm te Selin duke sulmuar. Tenton ta nxjerr nga vetja edhe Mateon, duke qenë se doli i preferuar, ai e kuptoi që duhet ta sulmoj edhe Mateon që ta nxjerr nga vetja dhe mos të jetë më i preferuar apo të bëj gabime. Por si Mateon si Selini nuk po i nxjerrin nga vetja, pra ai ndaj luan me të gjitha armat e veta. Deri në e çon deri e vija kuqe, domethënë, deri në vit kuqe limit. Ai ka synim Selinin, edhe Rogerti dhe Alfredo. Kam dhe një pyetje tjetër. Përveç Juelës, i dashur Rogert, kush të pëlqen më shumë në lojën tënde në Big Brother? Livia. Livia. Livia tha ju vetri tonë. Spunke me Livia, rreva atë. Rike Livia. Mirë, ndërkohë ne do shkëputem vetëm për pak sepse kemi publicitet. Vetëm për pak edhe do kthehemi. Ndërkohë Alfredo do largohet si djalë i mirë. Fantastik. Shumë kënaqësi që të njoha. Dhe shumë suksese. Je djalë shumë mirë, po dhe aktor shumë i mirë, ta dish. Është aktor shumë i mirë. Por vendin e tij do të zë një aktor edhe më i mirë akoma se Alfredo sigurisht. Kush? Visiani. Kush sotu? Ira balli tha Visiani, si më krahasoj me Alfredo në mua. Jo, Visiani vërtet e thash dhe shpar, Visiani edhe gocat më kanë ndenjur shumë afër që të gjithë patjetër. Pra ti kur të marrësh rrogën e parë, do që rasësh Visiani dhe gocat. Po të gjithë, pse të gjithë ishin shumë suportiv, po. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Atëre vetëm pas pak goca tani do filloj masakra me ju. Alfredo, faleminderit edhe sukses. Gocat donin ato pyetjet që bëni ju për Jo, si donim ato ne. Që zvendësohet fjala. Son do iki po. Do zvendësohet fjala ti? Do zvendësojmë fjalën ti? Jo. Unë thash po. Jo. Është një situatë që ka ndodhur dje realisht në Big Brother edhe sot. Thash fjalën realisht. I thash Salsano se urrej si fjalën kur e thon njerëzit dhe thash vetë. Realisht unë kam parë gjithmonë që ti thua realisht, që realisht ti thua realisht. Realisht ka publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Mbriti studion tonë të dashur miq. Në mendje ka Darena, letër Shkaravina. Erdhi nona, Tek si bukur shumë Visiani, ke shkruajtur vetë? Vet, gjithmonë. Bravo të qof. Çfarë bëj vetë, shkruaj vetë për gjithë. Edhe më pëlqeu ti je nga ata që bën kënaqesh dhe vet. Po, unë e bëj për qefin tim kryesisht. Nuk e bëj me sy tregu. Je shumë modest të pikë kam S'kam vërë. fare ambicie Po muzikore. djali ky këngëtari. Po, është Bruno Revolt Klan. I Revolt Klan, Bruno Knoni. Bruno Është dhe Naldi, një që jeton në Francë, është i çun, që bën refrenin. Super. Edhe ka i vokal shumë mirë në fakt, edhe ka bërë atë këngën dopi deri me Luizin atë. I njëjti këngëtar. Dgjoj. Ti në këtë këngë je rapper, pra Jam repon. guest, po. Repoj kam, po. A repon më mirë ti apo miri West Side Family? Unë, sigurisht që unë. Por West Side Family është shumë lart si grup. Është grup i mirë, është grup i mirë. Është grup i mirë. Është nga më të mirë që kemi patur ndonjëherë. Ka qenë edhe më i mirë, madje ka qenë edhe më i mirë. Absolutisht. Zonja dhe zotrinj, siç e kuptuat, na është bashkuar Visianu Kcenaj ose ndryshe Miri ose ndryshe Xhikja i West Side Family. Ose ndryshe Minioni, ose ndryshe Oficial. Si filloi ky sezon për ty? Filloi shumë bukur, me thon drejtën.
ka filluar me energji shumë pozitive edhe për shkak të hyrjeve të reja që kanë sjellë një frym. Na kanë sjellë energji të reja, goca të reja të bukura. Pozitivitet, përpos nuk po I gjykojmë nga ana vizive, po gjykojmë nga ana energjisë. Jo gjykim, vlerësim. Patriotë Visjani. Po, mbi gjitha Suelën e kam patriotë nga Puka. Po pra Puka po vazhdon po shton artist në arkivën e vet. Pra jemi bërë plot 3 tani. Unë nuk e di pse kur këndon atë këngën Kuka si Tirana, unë gnoj Puka si Tirana. Po se të vjen natyrshëm, Jo, më fali sekond tash. Visjani, tash ti ke hyrë me mik, pra Visjani ka thënë do marr soj. Jo, nuk e njeh. Çka lidhë miku? Ishte rastësi. Nuk njeheshim nga afër. Visjani Ishte me audicion. Ishte me audicion. Goca do falni me që është I ri në detyrë. Anxhi, lutem. Fol diçka që thjesht ta din që je këtu. Kam folur përpara audicion. Un kam folur përpara. Jo, ta din që vazhdon ti jesh këtu. Brikena. Sa thonë Rob Kulaiku. Anxhi, sa kam bërë mërzitur ty pezullimi në polici? Atëherë, siç dihet, unë nuk jam vezulluar. Po si, e le vetë, me dorëshe? Po, unë I kam me dëshirën time, por dera ishte hapur për mua, kështu që unë jam sërish në komisariat. Je komisariat? Ka një post tjetër. Po Sale, po merret me burokracirat, firmos to letrat. Merr denoncime bën. Po sikur Anxhi të shkoj si briki në komisariat. Qa thot? Që briki? Qa i thot më? Brikena që shkon në komisariat se bi. Jo, po të lartë Anxhi ke dushi si qyla brikena dhe pamja. Bukur fare. O disi janë këto të ftuarit, më fal, Elona. Jo, ato do t'i bëja, do t'i thoja, duke marrë shkas nga numri I minionit me Monikën që ishte super I bukur, si janë të ftuarit në përgjithësi, janë komod, janë problematik, me zi gjen, me zi kapen, me zi pranojnë, me zi mësojnë ka ftuar gjithmonë edhe. Po, ndaj e se është numër. Me thënë drejtën nga eksperienca e gjatë vjeçare, shumë vjeçare që kam me të ftuarit janë e mira dhe e keqja e një numri artistik. Pra në rastin e viralitetit ndonjëherë të shërbejnë, por nga ana tjetër profesionalisht të dëmtojnë. Në sensin që nuk arrin dot të marrësh maksimumin një të ftuari sa që mund të marrësh I kolegu, një aktori I cili të ndihmon në punë. Pra është risk. Por në rastin e minionit tek Bulevard, të ftuarit gjithmonë kanë pas sukses sepse vinë në formë interviste si vetvetja. Edhe janë më pak të kompleksuar, janë më lirshëm kur vinë në emrin e tyre, kur detyrohen të lozin personazh, e kanë pak vështirë. A ishte gjetje e para e ftuar Monika Kryemadja, shkoi mirë? Mendoj se ishte një fillim I mbar, me thënë drejtën, pavarësisht se politikanët paragjykojnë pak në thojza, por ne s'mund të heqim paragjykimin e njerëzve, ne jemi një emision I cili është gjithë përfshirës, ne s'kemi ndasi politike dhe Monika. Ori çfarë politikane, Monika më ka shkruaj dhe shpresoj dhe uroj të jesh mirë. Ja Mona, tashmë aktore e famshme, të ftoj në premierën. E kam këtu. Patjetër. Aktore famshme këtë politikane. Megjithëse Monika është komode, nuk është me tekst super komode, ka qenë mos e thujtë, mos ma thujtë, nuk ka çuar. Absolutisht, është një ndër personat që ka patur një sens autoironie të paparë dhe më ka lejuar që unë të bëj sa aty kam bërë batuta, le të themi, pak me spec. Ajo që po, e vetme gjë që s'di të bëj është jetë opinionistja Big Brother. Po shiko, a ka, domethënë kur mbaroj Big Brother Monika mund të vi me ty të punoj? Në ç'kuptim? Që të jeni gjithmonë në minionin. Të punoj kështu, po. Të jemi dyshe. Po më kujdes. Monika gati është. Anxhi. Po jam këtu sërish me ju. Vazhdo të jetë kështu. Si do duk partnera e re e Mirit? Shumë të këndshme, Ori, tashmë, se unë e njoh, është kolega jon, ishin shumë të këndshëm si dyshe. Ju uroj shumë suksese të dyve në rrugën. Patën një kështu që do t'rregoj me sinqert po. Domethënë kisha një lloj kështu keqardhje me veten, por që sigurisht gjërat kështu janë. Ndryshojnë. Domethënë burri ka prioritet, Londra ka prioritet. Aksa Anxhi nuk, domethënë vjen për portokallin dhe ikën prapë në Londër. Ta kohët e fundit po, kështu ja kam bër. Edhe këtë herë. Po çfarë bën atje? Ishte një vend që s'kishte pushuar shiu asnjë ditë të vitit. E vërtet, ka qenë një kohë shumë e keqe, jo se un kam ardhur prej shiut, por po ishte kur erdhi ishte si e zymt ishte, nuk është. Ka ky vend po të çelva. E vërtet është kjo, e pranoj. Mirë, të kthehemi pak ke Greta sepse me thënë drejtën Greta u prezantua sot figurë. Ka
dhe emrin Greta ka. Si mund të ketë Bashëm njeriu? ka pas zoti këtë herë. Greta, shkurt për ta që po na ndjekin ti, ke mbaruar shkollën për aktrim? Po. Je nga Tirana? Kam lind Durrës në fakt, babën e kam nga Dibra, mamën nga Elbasani. Jemi bashkuar Në Tiranë. Pra, është bashkuar dhe kjo kur u takuan prindit. Nuk është se erdhi dhe kjo me ta që njihuni tash dhe vazhdoni. Ai kishte të lehtë ta imitoje Gretën, domethënë kështu, që me herë të parë. Domethënë, ky është personazhi im dhe unë do e qaj këtë gocë. Do t'rregoj me sinqert jo. Ja. Herën e parë nuk e kam bërë kaq mirë. Kam qëndruar e kam studiuar se ku i kishte më shumë, si i kishte timbrin e zërit, folurën, ku e kishte E ka pak atë të italishtja, ma po, ke të italishtja dhe këto e- edhe e studiova mirë dhe e bëra pastaj. Ti imiton shumë personazhe, me sa di unë. Po. Kë ke kështu që ke fantastike. Mbaje se ka publicitet. Jo Ndryshe, në Top Albania Radio. E le me Gretën ku? Vazhdoni. Me Gretën e lash? Po, me vazhdoni, merrni vesh me njëri tjetrin. Vazhdoni, se që Greta pra po thoshte përveç personazhit të Bigut ka imituar dhe të tjerë. Sa të lehtë ke i the një gjë Jo, kështu. kush është personazhi që ke imituar më mirë? Më mirë apo që kam më shumë qef? Më shumë qef. Më shumë qef kam Egi Pojanin. Egi Pojanin, a? Po. Të gjitha kemi qef Egi Pojanin. Fillojmë. E kush nuk e ka qef Megi Pojani përveç? Atëre, jemi në përputhje dhe sot kemi ftuar Megi Pojani, mirë se erdhe Megi. Mirëmbrëma, jam shumë e lumtur dhe shumë entuziazmuar që më keni ftuar sot. Puna më e bukur nga të gjithë dhe më e mrekullueshme, kështu që ju duhet jeni shumë të lumtur që jeni në prezencën time. Po, ai na erdhi me të puthjen, çfarë bëri ashtu ajo? E të mërshme, katastrofë, nuk duhet kishtë ndodhur. Se më pëlqen ai shumë personazhi i Megis, sa që unë dhe filloj imagjinoj çfarë mund të thotë. Filloj i bëj ato. Mos i thuj gjitha se ajo mund thot shumë gjëra. I thot ajo, çanko. Çfarë mund të thotë? O Greta, po edhe Dea Michelin di un kam dëgjuar që e qan. Po, edhe Dean. Dea Michel. Po, edhe Dean e kam pas Nga Big imituar. Brother 2. Kjo statuja jote është Dea? Unë jam e bukur, nuk jam ashtu, unë jam kukull, jam perfekte. Kështu që ju duhet jeni falenderues për mua. Perfekt plek. Fiksova. Po tjetër. Mirë, atë do të bëjmë kështu, dëgjoj, kemi ca pyetje? Uaj, pa fame. Edhe do ti do përgjigjesh si personazh. O, grupi, hajde ikim në të vazhdojmë. Oficial ti shkoj në Pritë Shkodër. vllase 3 minuta po Shkoj shikoj. në Shkodër. Shumë mirë, super. Në fakt ishte shfaqje e lezetshme, shumë më Faleminderit. pëlqeu. Faleminderit që ishit. Jeni Po, shumë të mirë. do ta jepni më shfaqjen? Po, ndoshta po, në ka mundësi nëse gjejmë hapësirë për ta dhënë në Tiranë, se kemi dëshirë ta japim Po Tiranë. Akili ku futet në burg? Akili futet me 20 mars. Me 20 mars? Një burg që nuk është i nivelit të tonit. Ashtu është i kushëri jon, i faqe. Do hym burg se Salsano po balancon situatën. Vazhdo Greta se Lasi pastaj mesazhe. Unë dhe Angji jemi këtu. Jo, është momenti Gretës se do përgjigjet si Greta. Greta do përgjigjet si Greta. I ngjan ti Gretës apo Greta ty? E thash pra unë jam shumë e mirë për të përshtatur me personazhet e mia, kështu që mendoj Mos si Greta më. Do përgjigjesh si Greta. Si Greta. Të gjithë më ngjajnë mua. Nuk ka shanse, unë jam origjinalja. Nuk ka shanse. Nuk ka. Këto më shumë Selina apo Mirin? Tashi. Ç'është pyetje, se më prek emocionalisht Selinën, do normal që Selinën, do Selinën e kam shpirt, e kam zemër. Kush do që ta fitoj Bigun, Miri apo Selin? Jo, unë të Jo, s'ka këtu, e kam shpirt, e kam zemër, po këtu jemi në lojë, jemi konkurrencë. Është pa parë. Kës duron do ta ty ke shtëpia Greta? I doli nga shpirti. Mirin edhe Rogerti. Edhe Rogerti. Si janë, Joel, nuk... Ja, Miri, po gjë, Miro. No, vedo, no. Do më thënë shiko.
Un kam 7 situata pse konta sillen rreth meje. Problemi është se un i mirin dhe vokalisht nuk e bëj dot aq perfekt sa që pra ndjehem i varfër kur gjej gocat që imitojnë kaq bukur, ndjehem si fukara. Sepse Greta për shembull është shumë e talentuar në imitimin e personazheve. Modestin lëre më janë, sepse jo, realisht, jo, në rregull, po themi Miri në fakt edhe për të thënë vërtetën, është personazhi më pak i imitueshëm vokalisht. Është vërtet. Pra ka një zë normal, nuk ka një zë normal, ka pak atë që çon Tiranë, e kupton? Por është këngëtar ai si ka zë normal. Si këngëtar, është repis mirë. Këngëtar është Landi. Dhe ka qenë dhe Doktor Flori ndjes past. Miri është i vetmi person që është reptur, vetëm reptur, pra s'ka zero melodi në këndimet e tij, më kupton? Mirë, shumë mirë. Ti kthejmë pak Selinës apo? Po prit se ke edhe një për Gretën, aman mos mik nga Greta, mos mik nga Greta, qaf shumë. Mendon se të kanë imituar në Portokalli, Greta? Si? A mendon që të kanë imituar? Po unë jam me paritshme, po edhe po më pa të imituar, unë i dua fort, jam natyrë pozitive, kështu që jemi për gjitha komentet. O zemra. Do ta marr ke shtëpia. Dëgjoj. Kur të dalësh nga Bigu. Ose do e bëj pyetjen Suelës. Po jo tani. Më si e pritën imitimin tënd sepse në përgjithësi aktorët janë xhelos. Po. Kolegët, domethënë nxënësit, studentët që kanë klasë ti, çfarë thanë? Jo, me thënë drejtën kanë qenë shumë të dashur, pozitiv? Edhe më kanë dhënë shumë kurajo edhe urime dhe fjalë shumë të mira. Ashtu, nuk u bë një qama, s'ka, nuk është se Jo. s'kishte. S'doja thon sy më burr. Suela që është në rolin e Selin në Big Brother. S'doja thon sy. Jam kurioze. Selinin e ke takuar ndonjëherë përpara? E njeh Po, Selin? me Selinin njihem. A njihesh? Po, me Selinin njihem, kemi punuar në një shfaqje të dyja bashk. Ajo ishte koreografe në të njëjtën shfaqje ku unë isha aktore në rol kryesor. Edhe më ka ndihmuar me ca pjesë koreografike që Cili është mendimi yt për Selin? Me thënë drejtën mua më pëlqen shumë si vajzë dhe si njeri rreth parë, pastaj edhe si lojtare është padyshim shumë e mirë, shumë e fortë edhe shumë stratege. Ti mendon që e fiton Selin këtë edicion? Kam dëshirë që ajo ta fitojë. Okej. S'ka shans. Konota. Konota. Unë pash që ju ndiqeshit edhe nga vllai i Selin në rrjetet sociale ke. Nga unë promoja e Portokallis që do imitonim personazhet e Big Brotherit, kishim një kështu që u ndoqëm në Wow, zemra sa i Mu gjatë. ka leq nga follow. Më kanë pas pëlqyer si aktor. Por sa bëra mirin, më hoqën. Sa bëra mirin, më hoqën. Anë stile Londrën për të ardhur në Portokalli. Në një farë mënyrë po. Në një farë mënyrë po. Unë bëra edhe të kundërtën, lash Portokallin për Londër, tani lash Londrën për Portokallin. Çfarë do të bënte ty që ta lije Londrën prap? Një ndër arsyet është Portokallia, por sigurisht arsyet primare janë ato pjesa e familjes edhe për ato mund ta bëj të gjë. Po. Si do duket ty Brikena si lojtare? Për mendimin tim Brikena nuk ka ndonjë strategji në lojë aktualisht, ka hyrë shumë fort në fillim, por besoj se ka çndruar aty kaç, por dhe e kanë ndihmuar besoj situatat që kanë ardhur gradualisht, qoftë me Mateon apo me Bolin, me Bolin, tani me Rogertin, por nuk besoj se ajo vet ka hyrë me një strategji të fortë aty. E kuptoj. Cili është sipas te imitimi më i mirë në Portokallin këtë sezon i Big Brotherit? Greta. Votuesja e dytë për Gretën. Ti Miri kë voton? Sigurisht Gretën. E meriton. Edhe për faktin se Greta ka i talent që bën dhe personazh tjerë, jo për t'i ulur vlerat Selinës, Suelës, po edhe Suela bën fantastike personazhin. Po, ka diçka se unë jam shumë e përafërt me Selin. Shumë. Edhe nuk kam pasur një vështirësi shumë të madhe që ta imitoja si personazh, se ne jemi dhe karaktere pothuajse të njëjta. Eksakt. Që prandaj ti dukesh si balerina goc. Dhe vendin e dytë, po, edhe fizikisht, po edhe vendin e dytë e Zer Miri, më thënë drejtën, meriton. Stenaldo. Po shumë mirë. Po, meriton respekt dhe mirë sepse imiton disa personazhe dhe pra personazhet që aktorët që imitojnë është një talent unik që ka aktorë që se kanë përfshirë dhe mua. Faleminderit. Po unë e theksoj se është zhanër tjetër. Thjesht prandaj unë ju admiroj për ju që e keni këtë gjë. Anxhin si Brikena, se jemi në limit të. Anxhi ti je si Brikena. Ju kërkoj ndjes ju më. Gati. Ja një sekond. Brikena. E do ti Mateon?
Atëherë unë për Mateon kam një pëlqim shumë të madh, por nuk mund të them që e du Mateon, veç kam një pëlqim kaq, kam një interes për Mateon dhe kaq asgjë tjetër. Nga 1 ke 10 sa të pëlqen Mateo? Atëherë deri tash mund të them 7. Ashtu ka thënë me vërtet. Unë e thash nga mendja ime, Nuk e di. Çfarë ka thënë me vërtet? Falë, Blikena, çat pengon ty ta putesh në buzë Mateo? Atëherë unë nuk kam pëlqim për Mateon të fortë që mund me puthon me pas pëlqim për Mateon, unë shkoj e puthi direkt, por nuk e kam pëlqimin për Mateon, se po ta kisha shku me e puth, kaq. Është edhe Boldiç aty që unë më shumë du Boldiç se Mateon. Në fakt është e vërtet. Po për Kristin, ka marrë malli për Kristin? Shumë Kristi më mungon shumë, po më ka lëndu shumë pjesa që Ledioni i dha fjalën me më fol dhe nuk më ka fol. Kristi kam shumë inat, kam shumë inat. Qa gjeti në sot? Viziani nuk e di pse, kishe kalu si mirë. Instinktivisht. Mos vol fare, vetëm gruj mjegrët. Nuk e me personazhe. Se dihen që do vite kjo ditë mos thoni mos fol fare, s'ka që. Po më e bukur është që ne do mbarojmë gjithë të gjën. Do shkojmë gjithë në shtëpi, do shohim prapë. Dhe do ju kujtojnë. Merri ato letra në dorë. Merri letra në dorë. Publicitet. Ndryshe, në Top Albania Radio. Falenderim shkon për Bene Branch. Nëse flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional, mund të kontaktosh Bene Branch. Kompania po zjerohet, kërkon punonjës të rinj, ç'keni më energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit të Bene Branch. Ofrojnë kushte të mira pune me pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi një të ardhme më të mirë, apliko tani në 068 89 26 189, kontaktoj ose dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e skuadrës së suksesshme Bene Branch. Shumë gabim ke Ofician. Përshëndetje po. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Po e dëgjoj se tani pavarësisht se Miri ka një kështu, po Mirin e kemi, është djali mirë, Miri është këngëtari mirë. Miri është super çon. Kështu që se është krijuar një përshtypje kur imiton dikë mendon që e ke nata apo kush e di, Po. Shikon, në fakt me thënë drejtën un kam imituar Luizin para ca kohësh, kam pas bër Liamin, e kupton. Liam, po Miri ka qa, Liam ka qa. Miri më thënë drejtën, është i djalë, kush e njeh në jetën reale, është i djalë fantastik. Është një ndër çunat më me sens humori, domethënë, sepse edhe Landi ka sens humori, po është pak më Miri, është shumë solar si natyrë dhe nuk e kuptoj pse në Big Brother nuk kanë nxjerr pak anën e tij të lojës, të humorit, shakas, dhe më vjen keq për këtë gjë sepse ka rënë pre e një imazhi dhe një loje ose pre gjërave që ka bërë në atë lojë, edhe ka qëndruar vetëm në atë gjë dhe kjo i është kthyer në bumerang. Me që përmendë Landin, të ka kontaktuar Landi West Side Family, ka thënë një gjë për imitimin, Jo, s'mka rrezik se ka parë. Se ka parë rrezik. Nuk e lëviz stacioni nga Big Brother Landi. E le aty s'di ç'o ndodh ke kanalet e tjera. Mirë, tash i kthehemi pak te kush do kthehesh? Selin. Sepse fole ti jemi çik si futemi në rol çik tani. Futemi çik në rol. Imiton përveç Selina një tjetër aty apo pse ra kështu ka shumë kjo? Ngrie kështu. Okej, pa frikë. Si rregull s'duhet binte. Duhet rrinte lart. E ka liruar këtu si. Shikë ne rrin lart gjithkohë. Jo, mund ta ulësh dhe pak se i zuri gjithë portretin gocës. Ashtu. Okej. Bëj dikë tjetër përveç Selin. A imiton dikë tjetër apo? Kam tentuar të bëj Josefina Topallin, në fakt. Se Josefinë kemi të Gaberiu, po. Po, Josefinë tash e ka vënë vulën dikush, që është. Po jam për qef, shumë. Do imiton. Na imiton çik. Atëherë para jush Josefina Topalli. Sa i gjatë jeti Salsano? Un? 1.79. Burrave na 180 centim nuk ju kthej përgjigje. Merr shkallët, vesh takat, edhe hecet kthej përgjigje, madje të ka për flokshë qes për jashtë. Mu për flokësh ti? Për floksh. Ose për zhelesh, mas i floksh s'ke. O zot, e papame. Je yll. Po mirë, do ta bëjmë çik me Suelën atë. Të përgjigjet si Selin. Vazhdo. Si Selin. Selin, e pëlqen ti Mirin akoma?
Gjatë javës po, në Prime jo. Po pse mi zemër ndodh kjo? Shiko, me Mirin unë I kam mbyllur marrëdhëniet, nuk kam pse diskutoj më për Mirin. Miri vazhdoi atë lojën e tij, ka filluar tani bën negocion dhe me Rogertin, gjëra që mua këto s'm pëlqejnë. Kështu që Miri vazhdo dhe mos më shiko më ashtu si maniak. Okej? Nëse do të kërkoja unë ta puthje Mirin tani do e bëje? Larg qof. Miri do e bëje. Cilin mirë? Miri do e bëje ti të puthje Selinën? Unë pus vetëm një Selin, atë që kam në shtëpi. Harroj faktin, polizifician. Cila është? Miri atë të gjermanën, Po pra? Grunë e vetë, më vlla. Ish libe dish, ma në libe. Ajo di shifë Se s'mund pus gocën time, e kupton, këtë e kom si gocën e kom pas. Pavarësisht se kom respekt për te, por nuk ka Selin pa mirë. Nuk ka Selin pa mirë. Jam dakord fare, po gjithsesi Miri mund të mendoj çfarë të doj, do shohim kush do e fitoj këtë Big Brother. Politi Greta. Cila është fjalia e parë që do I thuash Gretës kur ta takosh në shtëpi? Tani fillon loja e vërtet. Ndumi Isus. Sus. Mendoj që të shkoni bashkë edhe mbas Bigut? Ku do shkojmë? Do shkoni me një tjetër mirë. Ku do shkoni? Këtë ta marrë vllai ta çoj nga doj, unë do ikin Kosovë për vete. Opa, te Gimbo, te Gimbo. Te Jumbo. Jo, më tek. Mos e bëni këta këngëtarë që nuk janë mirë. Me presin. Mendon që do dali Greta para teje Selin? Çfarë është kjo? Pyetja për diskutim është kjo. Pyetja është, se tani nuk I dihet Greta po ecën goxha, po shkon mirë. Greta do dalë mirë në TikTok. Ndërsa kështu për dalë fundi do dalë vet. Kush e fiton këtë Big Brother Selin? Miri. Miri. Ca gjona dijen? Ca gjona dijen? Do thotë që jo, se fiton Miri. E fiton vetëm The Queen. Patjetërisht po. Selin The Se Queen. mbaj kot kurorën. Fiton Miri. Këtë edicion e fiton Miri. Ska Queen pa mret. Pa mret ska Queen. Në mendin e tij është mbret. E shkojmë ke Miri si Miri? Shkojmë ke mirë si Miri. Si Miri. Hajde mo, shkojmë ke mirë si Miri. Po bëj mirin tash, ju që më dëgjoni. Edhe pak më parë 2-3 herë jo më përgjigj si Miri. Nuk kemi mirë si Miri. Miri. Po. Kush e këdo më shumë, Selina apo Mirin? Mirin më normal. Mirin normal. Gënjen. Normal. Gënjen, patjetërisht gënjen. Miri e bër shokun ngushtë me Rogertin, si kështu, pse kështu? Me Rogerin ashtu na ec loja, e kupton? Na përputhen mendimet për disa nga banorët. Kur e ka gabim I them që ka gabim. Nuk është se e maj. Edhe kështu. A ndjehesh ti vetëm në krevat, Miri? Unë I vetëm kam marrë të lojë dhe I vetëm do dal. Do fik dritat kur dal. Po si ishte për mua, ky s'do e linte fare krevatin, po nejse. Selinën se ka njoh njëri kur ka hyrë, kupton, ka qenë anonim dhe fal meje Selina filloi tu ka primet e kështu. Edhe unë njoh pastaj, po mor vesh që ka qenë kardite, kupton, se njifte njëri. Mirë krevati, do dal nga Bigu dhe ngel mirë krevati, se s'ka për gjë tjetër. Vip që se njeh njëri, e kupton, ka qenë karditi një herë, kush e njifte, e kupton. Kurse un kam 27 vjet karrierë, në gjithë Shqipëria dhe duan të më ulin figurën, dhe gjithë më sulmojnë mua për shkak karrierës, më kupton. Po se ti kap 7 situata në sekond. Në sekond I kap 7. Madje I kam bë dhe jo vetëm banorët tu, po edhe banorët jashtë flasin për mua. Miri, nëse Selin mesazh pa bëj Selinës. Miri, nëse Selin vjen edhe të kërkon falje që gjithë të kohë nuk është sjell kështu me doja ka folur mbrapa krave për ty. Po, kthehem fiks si në fillim, që e kom si gocën tim. E du si gocën tim, si në fillim. Edhe po del flokët, po ashtu, njësoj. Ja, e shikon. Miri, kush e fiton këtë Big Brother? Gjiku. As Miri, as Selin. Gjiku më. Një sekond, Greta këkiti ke lam pa treguar se si sa bukur imiton ti. Alba Pollozhani. Kush është kjo, se njoh? Është një që ka qenë përputhën. Nga ne ka dalë. Janë tanët, Elona, janë tanët, mos thuj se njoh. Ti se njoh? Po. Okej. Alba Pollozhani. Po nuk e njoh fare
Momentin Alba Nuk ka Pollixhani. gjë, vazhdo. Po normal që nuk vjes se po puno për kamerat, për dal mirë kamera, për dal gjithë për të fituar audiencë. Po ai djali që është atje jashtë më dove të bua dhe për këtë zemër vuar. Dëgju që gjithë se unë kjo zemër e ftohta akull që po qanë këtë moment se i mungon njeriu zemrës. Po gjitha kthej këtë jetë. Çdo gjë kthej të këtë jetë. Tani e njoh. Më je Tani të kuptoj dhe të kujtoj. Po prap unë dua Gretën më shumë nga gjithë. Ashtu? Po tjetër një personazh tjetër, nga për shembull Ledionin, e imitoni dot Ledionin? Ledionin e imitojmë gjithë më? Salsano ti e imiton dot Ledionin? Jo. Jo. Jorka e bën atë. Kam pas imituar Sali Berishën 10 vjeç, më nxjerrin para familjes, po. Nuk e di nëse bëj dot. Sali Berishë. Domethënë, no Greta ne të komplimentojmë ti mos e kthem bumerang respektin që kemi për ty. Greta, na bëj. Ai mund të se bëjmë. Do të ndihmoj, do të di muzikë. Niet Unë e dëvin Krista Sherman, e re me gjithë shpirt. Ishte i feminizuar. Ishte çuni. Kishte drejt Visiani. E lash. Të nderur. Motra ishte Visiani. Të nderur, ju s'm tregoni mua. Po pse të imitoj? Ju s'm tregoni mua kush jam u. Zoti Berisha, kush e fiton bigun për ty? Pa diskutimi Tropojan. Tropojan, ha? Pa diskutimi Tropojan. Një Tropojan në Shalesio. Nuk ka viti tjetër. Kur të bahet viti tjetër një nga Tropoja e meriton. Një demokrat e meriton. E meriton patjetër. Ja vë dhe një herë votat Julian Dec. E Glaceno. Por jo mo. Molotov Top Channel. Dëgjoj, nuk kemi ca zgjasim Do ta mbyllim. Ky ishte po vdhemi brinj. Ky ishte një nga emisionet më të bukura që kemi bërë këto kohë të fundit. Absolutisht. Faleminderit ty. Faleminderit shumë që erdhët Goca edhe Visian edhe Alfredo. Unë mendoj që ky emision të ritransmetohet të martën. Unë them ta nxjerrim Portokalli si numër. Se është numër i bukur me thënë drejtën. Tani me këtë entuziazëm jemi shtum gjithë për i Gocë. Patjetër. Ndërkohë që ju lëm me të fundit këngë nga Krusita, një tjetër pjesëmarrëse e këtij edicioni në Big Brother. Mos harroni në orën 9 për të parë Prime-in sonte. Faleminderit i dashur kolegë. Faleminderit dashur Elon, faleminderit Goca, faleminderit Visian. Fantastike. Faleminderit juve. Kaç natën.